Përshëndetje të nderuar televizionistë të RTV Islam, do të jemi bashkë në emisionin Drejt rrugës së vërtetë. Deri në momentin e cilës iftarit unë do të shoqëroj me disa porosi dhe tregime. Porosit që na mësojnë se besimtari duhet i ketë 6 veti të çmuara për të fituar xhenetin. Prej Ayad bin Samitit radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Më garantoni për 6 gjëra që t'ju garantoj xhenetin. Kur të flisni, thoni të vërtetën. Kur të premtoni, zbatojeni premtimin. Kur t'ju lihet diçka amanet, çojeni në vend. Ruani nderin tuaj, ruani sytë tuaj nga të shikuarit haram, ruani duart tuaja nga të bërit keq." Në porosin tjetër, ne mësojmë se besimtari duhet të jetë i ndershëm dhe i sjellshëm dhe fisnik. Prej Abu Hurajres radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderojë mysafirin. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të mbajë lidhje të mira me farefisin e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të thotë fjalë të dobishme ose le të heshtë." Ditën e djeshme ne folëm që Ademi alayhis salam veproi një gjuna dhe dëshironte të pendohej. Ashtu si Ademi alayhis salam dhe ne bëjmë gjunahet të cilat kemi nevojë që të pendohemi. Duke qenë se ishte njeriu i parë që do të pendohej, Ademi alayhis salam nuk e dinte se si do të pendohej dhe çfarë do të thoshte. Thot Zoti në Kur'an rreth kësaj çështjeje, dhe Ademi mori nga Zoti disa fjalë dhe ai ja pranoi pendimin. Kështu kuptojmë se ishte vetë Zoti që ja mësoi çfarë duhet të thoshte për të penduar. Po i the këto fjalë, i tha Zoti: "Unë ta pranoj pendimin." Atëherë Ademi alayhis salam i përsëriti fjalët dhe Zoti ja pranoi pendimin. Është për të çuditur me dikë që njeh Zotin dhe nuk e do atë. Është për të habitur me dikë që i hape dera për të hyrë në rrugën e Zotit dhe nuk hyn. Për të habitur është dhe me dikë që kërkon miqësinë me të tjerët në një kohë që Zoti kërkon të afrohet me të. Në surën El Araf, Zoti përmend fjalët që ja mësoi Ademit alayhis salam për të penduar. Ata thanë: "O Zot, ne i bëm padrejtësi vetes tonë dhe nëse nuk na fal, do të jemi prej të humburve. Ne kemi humbur gjithçka, nëse nuk pendohemi dhe nëse Zoti nuk na e pranon pendimin." Fjalët që tha Ademi alayhis salam për të penduar, Zoti na i ka treguar edhe në Kur'an. Kjo me qëllim që kur bëjmë një gjuna, të themi këto fjalë dhe të pendohemi. Përse të mos i thuash këto fjalë në këto çast të vëlla dhe motër dhe pendohesh tek Zoti për gjithçka që ke vepruar deri më tani. Ademi alayhis salam i tha fjalët që ja mësoi Zoti, u pendua dhe u fal gjunahu që veproi. Nëse dikush i cili lexon këto rishta ka vite të tëra që shkon keq me prindërit, konsumon alkool apo drogë, nëse pendohet në këto çaste, ashtu si që pendua Ademi alayhis salam dhe braktis gjunahun, do i pranohet pendimi dhe i fshihet gjunahu. Sa herë që të veprosh një gjuna, po të pendohesh ai të fshihet. Këtë e vërteton dhe një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, ku një burr e pyeti: "O i dërguar e Allahut, nëse do të bëj një gjuna, a më regjistrohet në librin e veprave?" "Po," i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po nëse pendohem, o i dërguar e Allahut?" e pyeti. "Nëse pendohesh, fshihet," ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po nëse veproj përsëri?" pyeti burri. "Regjistrohet përsëri," ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po nëse pendohem, i dërguar e Allahut, të fshihet përsëri?" ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po nëse veproj përsëri?" pyeti burri. "Regjistrohet përsëri," ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po nëse pendohem, i dërguar e Allahut, të fshihet përsëri?" ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam. Më pas i tha: "O i dërguar e Allahut, deri kur do të fshihet?" Profeti i tha: "Zoti nuk përzitet nga mëshira, derisa të mërziteni ju duke kërkuar falje. Jo, vetëm ai është që ta pranon pendimin, por dhe t'i rrit vlerat." Thot Zoti në Kur'an rreth Ademit alayhis salam, me të vërtetë që Zoti e përzgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë botën. Ademi bëri gjuna dhe veproi.
dhe gaboj. Më pas, Zoti e përzgjodhi, ja pranoi pendimin dhe udhëzoi. Edhe ti o vëlla dhe motor, nëse ke vite të tëra që jeton larg Zotit dhe pendohesh, Zoti ta pranon pendimin, të vlerëson dhe të mban pranë. Që nga çasti që Zoti ja pranoi pendimin, Ademi qante për shkak të gjunahut që kishte bërë. Ditën e Kiametit, njerëzit do të shkojnë tek Ademi a.s. që ndërmjetësoj tek Zoti, por ai do t'u thotë: kam ngrënë nga pema që më ndaloi, dhe tani më vjen turp prej Zotit. Ademi a.s. gjatë gjithë jetës se kujtonte gjunahun që bëri, edhe pse ishte gjunahu i vetëm, kurse ai që ka shumë gjunahe nuk i kujtohet asnjë. Ky është si shembull i dikujt që ka një makinë të vjetër, të goditur në çdo cep dhe plot gërvishtje. Ai hyn me këtë makinë në çdo rrugë të shtruar apo plot gropa, qoftë e gjëra apo e ngushtë. Nëse makina poson një goditje apo gërvishtje, ai nuk e ka problem, pasi makina është e mblushur me gjëra të tilla. Kurse një tjetër ka një makinë të re dhe të padëmtuar as pak. Nëse makina do të posonte qoftë dhe një gërvishtje të vogël, atij do rinte mendja tek ajo gërvishtje derisa ta rregullonte. Ai do të kujdesej për këtë makinë dhe nuk do të hynte me të në rrugë të pashtruara mirë. Edhe ne njerëzit jemi tamam si këto dy shembuj. Kur je i mbushur me gjunahe, nuk e ke problem që ta shtosh dhe një tjetër. Nëse Zoti të udhëzon, pendohesh nga gjunahet, fillon të falesh, kryen haxhin, vendos xhamin, fillon dhe mendon: unë nuk duhet të shoqërohem me filanin apo filanen, pasi ata më çojnë drejt gjunaheve. Trupin dhe shpirtin tashmë i kam pastruar dhe nuk dua që t'i rrezoj me gjunahe. Teksa Ademi a.s. qante për gjunahun që kishte bërë dhe për shkak se do të zbriste në tokë, Zoti filloi ta ngushëlloi me fjalët: O Adem, unë sprovova me këtë gjuna për shkak se dëshiroja që ta shohësh dashurinë dhe bujarinë time. O Adem, nëse nuk do të bëni gjunahe, unë do ju zhdukja juve, do të zgjidhja një popull që bënin gjunahe, kërkonin falje dhe unë i falja. O Adem, më parë hyje tek ne si mbret tek mbretërit, kurse tani do të vish te unë si rob tek mbreti, dhe kjo është më e dashur për mua. O Adem, nëse do të mbroja ty dhe pasardhësit e tu nga gjunahet, kujt do ja tregoja mëshirën time? Kujt do ja tregoj faljen time? Kujt t'ja pranoj pendimin në një kohë që unë jam falës dhe mëshirues? O Adem, mos u mërzit që të thash dil nga xheneti, pasi nuk e kam krijuar xhenetin vetëse për ty. Zbrit në shtëpinë tënde, pranë tokës, mbill farën tënde, atje, dhe kur të marrë malli për mua, dhe dëshiron të kthehesh, do të pranoj, do të hap derën e xhenetit tim, do të kthej në vendin tënd dhe do të jetosh pranë meje. O Adem, një gjuna me të cilën tregon në nështrim dhe për ulje ndaj meje, është më i dashur tek unë se një punë e mirë me të cilën mburresh para meje. O Adem, rënkimi i gjunaqarëve është më i dashur tek ne se adhurimet e atyre që bëjnë sa për sy e faqe. Në një hadith kutsi, Zoti thot: O biri i Ademit, përderisa më lutesh dhe shpreson tek unë, do t'i fal gjithçka që ke bërë pa problem. O biri i Ademit, nëse gjunahet e tua arrin deri në kulmin e qedhit dhe ti më kërkon falje, unë do të fal. O biri i Ademit, nëse gjunahet e tua janë dhe sa vetë toka, do të sjell sa vetë toka mëshirë, nëse nuk më ke dhënë shok. Dietarët thonë, një gjuna që pasohet nga përulje dhe në nështrim ndaj Zotit është më mirë se një adhurim që të bën mendje madh. Cili është ndryshimi mes gjunahut të Ademit a.s. dhe atij iblisit pasi të dy bën gjuna? Ndryshimi është se Ademi a.s. u pendua për gjunahun, kurse iblisi jo. Madje ai kërkoi që ta kmerrej kundër Ademit a.s. më jep pa fat deri në ditën e ringjalljes. O njeri, mos u bëj si iblisi, përbëhu si Ademi a.s. Sa herë të bësh një gjuna, pendohu me një herë. Një ndryshim tjetër është se gjunahu i Ademit a.s. është gjuna që u krye me gjymtyr, hëngrë nga pema, kurse gjunahu i iblisit ishte gjunah zemre. Për këtë, mendjemallësia, smira, urrëtia janë gjunahet më të mëdha. Çdo gjuna që bëhet me gjymtyr mund të ndalesh prej tij, kurse gjunahet e zemrës është e vështirë
të ndalesh prej tyre. Prandaj, sigurohu vëlla që në zemër nuk ke asnjë sëmundje të tillë si mendjemallësia, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam thot, nuk hyn në xhenet ai që ka në zemër qovë dhe sa një grimës mendjemallësi. Kështu zbriti Adem selam në tokë dhe tha, zbrisni si armiq të njëri tjetrit. A imagjinoni do të vallë gjendjen e Ademit alayhis salam në ato çaste. Ai zbriti nga xheneti në tokë për shkak të një gjunahu. Vendi në tokë ku zbriti Ademi alayhis salam dhe Havaja nuk dihet saktësisht. Disa dietar mendojnë se Ademi alayhis salam zbriti në Indi, kurse Havaja në qytetin Xheda në Arabinë Saudite. Ata thonë që ky qytet e ka marrë këtë emër Xheda, që do të thotë gjyshe, nga Havaja, e cila konsiderohet gjyshja e gjithë njerëzve. Gjithmonë, sipas mendimit të dietarëve, Ademi alayhis salam dhe Havaja vazhduan të kërkonin njëri tjetrin, derisa u takuan në malin Arafat. Ishte ky takim në këtë vend, nga i cili i mori dhe emrin Mali Arafat. Mali Arafat ndodhet përballë Mekës, ndodhet pranë Mekës. Kështu, Ademi alayhis salam nga India e kërkoi Havan derisa e gjeti në Arafat, kurse Havaja ishte në Xheda dhe e kërkoi Ademin alayhis salam deri në Arafat. Kjo tregon interesimin e secilit prej tyre. Kështu, u takua Ademi alayhis salam me Havan dhe filloi të lindë tek ta dëshira për të pasur fëmijë. Këtë instinkt nuk e kishin më parë në xhenet. Nga kontaktet filluan të lindin fëmijë. Në çdo statzani lindin dy binjak, një djalë dhe një vajzë. Ademi alayhis salam së bashku me fëmijët punonin tokën dhe merreshin me zanate të ndryshme. Që ti jesh fetar nuk do të thotë që vetëm të falësh, por përveç çriteve fetare, duhet të interesohesh për zhvillimin e vendit ku banon. Përveç punëve të përditshme, Ademi alayhis salam interesoi dhe për edukimin e fëmijëve. Në një rrëfenj, thuhet se Ademi alayhis salam, kur zbriti në tokë dhe pas sipërfaqen e saj të madhe, tha: "O Zot, a nuk gjendet dikush tjetër mbi tokë që të adhurojë së bashku me mua?" Zoti ja ktheu: "Do të ketë nga pasardhësit e tu dhe do të keni xhamit në të cilat do më adhuroni." Zoti urdhëroi Ademin alayhis salam që të ndërtojë një faltore ku të kryente ritet fetare. Kështu Ademi alayhis salam ndërtoi faltoren e parë mbi tokë, Qaben. Thot Zoti në Kur'an rreth këtij fakti: "Faltoria e parë që u ndërtua mbi tokë është ajo që është në Beke, Meke." U quajt Beke për shkak se njerëzit qajnë në atë vend si përkushtim ndaj Zotit. Më pas Zoti urdhëroi Ademin alayhis salam që të kryente hax në Qabe. Më vonë, ai urdhëroi që ndërtoi dhe xhamin Aksa. Një njeri e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, sa është koha mes ndërtimit të Qabes dhe xhamis Aksa?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: 40 vite. Pra, 40 vite pasi ndërtoi Qaben, Ademi alayhis salam ndërtoi dhe xhamin Aksa në Quds, Jeruzalem. Ashtu siç Ademi alayhis salam i ndërtoi të dyja, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i vizitoi të dyja. Thot Zoti në Kur'an: "I patëmeta është ai që e bën robën e tij të udhëtoj natën nga Qabeja në xhamin Aksa." Pasi zbriti Ademi alayhis salam në tokë, Iblisi nuk arriti që ta bëjë të veprojë gjunahe. Pasi kishte rënë një herë në graskën e shejtanit, Ademi alayhis salam u ruajt që të mos e pësonte përsëri. O njeri, ruhu dhe mos bjerë në graskën e shejtanit çdo ditë. Ademi alayhis salam vetëm një herë u mashtrua dhe kurrë më. Ka njerëz që ushqehen me haram dhe vazhdojnë kështu për vite të tëra me radhë. Ademit alayhis salam ju shpallën 21 fletë, të cilat përmbanin udhëzime të ndryshme dhe jetoi 940 vjet. Fëmijët e tij ishin të shumtë, por numri i tyre nuk dihet, pasi nuk ka hadithe që flasin për këtë. Ajo që dihet është se fundi i jetës së tij, Ademit alayhis salam, mblodhi fëmijët e tij dhe siç tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith u tha: "O fëmijët e mi, mua më ka marrë madhi për frutet e xhenetit."
Tani ne do ta ndërprisim pas është momenti i çeljes së iftarit. Agjërim të pranuar të gjithë argjuesve. Selamun alaikum. أشهد حي